edhe mu ka bërë qefi Temas. E kam parë në Malishev, e kam parë në Klin, nuk e din Gjilana ka qenë as ka qenë, se aq sa e kam ndjekur, që do të thotë që është një interesim shumë i madh i federatës tonë, edhe i trajnerit të kombëtarës. Ta promovoj futbollin. Edhe drejtori teknik Samir Urkani, mos ta harrojmë dhe këtë se është gjithmonë prezent në të gjithë këto ndeshje, edhe mua më vjen mirë. Më vjen mirë që më në fund një trajneri kombëtarës i sjell syt nga futbolli jon. Është për të lavdëruar. Është luks përgatitja për kampionatin botror, 2 ndeshje miqësore, edhe me mungu 60% e skuadrës, se dhe grupit. Edhe të din që futbolli është grup, nuk është individ. Doja thoja diçka, një vit përpara, Foda ka shkuar ka lozur në Norvegji, nuk e mbaj mend, edhe ka bërë një ekip komplet tjetër. Aje e din ekipin që ka në mendje. Në këto ndeshje... Edhe 2 skuadrat që do të lozim, 2 skuadrat, pothuajse në aspektin taktik edhe aspektin e lojës, pothuajse nuk kanë përbashkë kur gjë me Suedin, Zvicrën edhe Slovenin. Në aspektin asaj, nuk kanë. Pajtohen pjesërisht, po këto janë lojë për të parë më tepër grupin që do të përfaqësoj Kosovën mas 5-6 vjetësh. Po ta shikojmë, këto janë gjithë lojtarë të ri. Edhe bërë federata e futbollit, nuk është bërë ndonjëherë kjo takticizëm i kësaj mënyre. Edhe mos harrojmë diçka shumë të rëndësishme. Unë jam shqiptar i Shqipërisë.